Në çdo punim artizanal nga veshjet tradicionale të detajet e punuara me dorë, reflektohet historia e të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Këto krijime bartin mundin dhe për kushtimin e grave që pavarësisht dhimbjes së kaluar, kanë gjetur forcën për të ecur përpara dhe për të mbështetur familjet e tyre. Punimet, së bashku me produkte të tjera artizanale dhe bujqësore, janë pjesë e panairit të fuqizimit që është hapur në kryeqytet. Edorina Babuni Krelani, përfaqësuesja e organizatës Medika Gjakova, tha se përveç vedisimit, synimi është edhe fuqizimi ekonomik i të mbijetuarave. Sigurisht, qëllimi i këtij panajiri është fuqizimi ekonomik i të mbijetuarve, pasi me çdo shitje të produkteve, të gjithë fitimet shkojnë tek të mbijetuarit, po ashtu është edhe që të sjellin pak më afër popullit, domethënë pak më afër qytetarëve historitë e të mbijetuarve, të avokojnë për të drejtat e tyre dhe të tregojmë që përtej dhimbjes ka po ashtu edhe shumë histori të fuqizimit dhe të fuqisë që kanë ata. Ajo tregon se emocionet e grave që i kanë punuar këto produkte kanë qenë të mëdha, pasi për to ky panajir nuk është vetëm një mundësi për shitje, por një formë e vlerësimit dhe fuqizimit personal pas gjithë asaj që kanë përjetuar. Ato kanë qenë shumë të emocionuara për shkak që fuqizimi ekonomik përbën atë komponentën e cila ju jep një pozitë ndryshe në familje, ju jep një pozitë më të fortë dhe prandaj kur është prezantuar në fillim kjo ide, është mirëpritur shumë nga ato dhe po ashtu i kemi qenë shumë të emocionuar edhe ne, sepse ne tërkohës munduemi që përveç maskrajes multidisciplinare që kemi, nëse është ato këshillime psikosociale apo ginekologjike, juridike, të avokojmë dhe të punojmë edhe drejt fuqizimit ekonomik. Dhe prandaj ky panajir është një tjetër mundësi që të bëjmë këtë gjë. Përmes këtyre produkteve synohet të përcillet një mesazh ndërqetësimi te konsumatorët, ndërsa interesimi i qytetarëve tregon se kjo kauzë po gjen mbështetje. Mesazhi që duam të bartim është që të blejnë një produkt, të kontribuojnë sadopak në fuqizimin e këtyre grave dhe po ashtu që të dinë të mbijetuarit që ka një jetë pas atyre se çfarë ka ndodhur dhe ata kanë edhe reziliencën e fortë brenda tyre dhe prandaj ne këtë po mundohemi ta çesim edhe në pa. Interesim ka pasur dhe janë kurioz të dinë se çfarë po punojnë ose janë kurioz të dinë se si kanë ardhur deri te këto produkte, kështu që kemi pasur. Por po ashtu po mirëpresim edhe më shumë. Panajiri pritet të mbyllet nesër më datë 21 maj, ndërsa në javët në vijim do të hapet edhe në Gjakov, Prizren, Gjiljan, Ferizaj dhe Mitrovic.